Mirë, të nderuar teleshikues, jemi rikthyer tani në pjesën e dytë ku do të ndalemi tek Kosova dhe Serbia. Politologu bosnjak, ashtu si e tham dhe në fillim, Jasmin Mujanović ka deklaruar se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar duke cilësuar për raportin aktual mes të dyja vendeve si një luftë të ftohtë në çdo aspekt. Por Egon, do ta nisja me këtë analizë që ka bërë edhe Mujanović. A mund të flasim vërtet ashtu si thot ai për një luftë ftohtë mes Prishtinës dhe Beogradit, apo ende ekziston pra një dritare për diplomaci dhe ndoshta ende dialogu mes të dyja vendeve nuk ka përfunduar? Sa i përket terminologjisë që ka përdorur politologu Mujanović, unë do të shtoja ndoshta se termi më i saktë për të përdorur është luftë hibride. Luftë hibride nga ana e Beogradit. Nuk mund të them që Prishtina po bën, po them, luftë të ndonjë farë lloj ndaj Beogradit, përkundrazi Beogradi ai që po bën luftë hibride ndaj shtetformimit të Kosovës me përpjekjet për ta minuar në mënyrë konsistente. Sa i takon dialogut, unë mendoj që Beogradi nuk ka qenë i sinqert asnjëherë që në fillim të procesit të dialogut dhe gjithmonë ka synuar që të përfitojë duke minuar shtetësinë e Kosovës, duke minuar institucionet e Kosovës, duke minuar përpjekjen e Kosovës për integrim në institucionet ndërkombëtare dhe patjetër kushtetutshmërinë dhe po them integritetin e gjithëfarsojshëm të Kosovës. Patjetër që marrëdhëniet me ardhjen e qeverisë Kurti janë përkeqësuar ndoshta që nga nisja e dialogut në vitin 2008, po kjo jo për fajt të qeverisë Kurti, apo do të shtoja unë për fajt të kujtdoj qeverie që mund të ishte në vend të Albin Kurtit, por për shkak se Beogradi me kalimin e viteve, me presidentin Vučić në pushtet, në mënyrë të vazhdueshme përpjekur që të heqë dhe të eliminojë çdo mundësi për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme që ta njohë, po them, Kosovën, pra të ketë një njohje reciproke. Ka mungesë besimi patjetër dhe komunikimi politik në atë që mund të quhet dialog është reduktuar në çështje teknike të dorës së tretë. Qartë, por nga ana tjetër, a mendon Egon se dialogu është personalizuar, pra deri në këtë pikë sa zgjedhja e kësaj çështje varet vetëm nga figura e presidentit serb Aleksandar Vučić, ku ashtu si Mujanović, i cili thekson pra se pa një ndryshim të qeverisë në Beograd nuk do të ketë rifillim të dialogut me Kosovën? Po pa një ndryshim të qeverisë në Beograd, po unë nuk e di që të jem plotësisht i sinqert se cila është ajo qeveria mundshme në Beograd, po them në konfiguracionin politik që ekziston atje, që do të kishte një qasje konstruktive karshi dialogut. Patjetër që dialogu është i personalizuar dhe patjetër që presidenti Vučić ka tërhequr, po themi, të gjithë qasjen ndërkombëtare karshi vetes, duke penalizuar Kosovën në këtë mënyrë. Dhe edhe sa i takon politikës së brendshme të Serbisë, ne e dim fuqinë politike që ka presidenti Vučić. Ne e dim që institucionet serbe, duke përfshirë ministritë apo kuvendin, janë pothuajse dekorative në raport me pushtetin e tij. Po nuk e di përveç rastit nëse hipotetikisht në Serbi do të vinin në pushtet forca që janë realisht progresive, po që realisht këto forca janë të marginalizuara në politikën e Serbisë, sot që flasim, vetëm në këtë rast ndoshta do të kishte një progres në këtë dialog fatkeqësisht, po me Vučić, pa Vučić, me forcat që janë proruse, me forcat që janë, po them, anti-NATO dhe anti-perëndim dhe anti-Bashkim Evropian, unë dyshoj se mund të ndryshonte diçka. Rikthehemi pak në kohë pra tek incidenti që ndodhi në Banjsk, ku shumë analistë shohin pra atë si momentin ku dialogu praktikisht mori fund. A ishte vërtet Egon ky sulm i Banjskës, pra kapitulli i fundit i procesit dialogut, ashtu si thot nga ana tjetër dhe Mujanović, apo ekziston ende pra një dimension tjetër i heshtur në ndërmjetësimin në kujdesin e Bashkimit Evropian gjithmonë? Incidenti i Banjskës, akti sulmi terrorist i Banjskës, sepse ishte i mirë menduar, nuk ishte një incident. Ishte i planifikuar, ata kishin futur armatime ushtarake, i kishin futur brenda në kish. Nuk është incident ajo të futesh arsenal ushtarak në kish. Nuk është se ndodh papritur. Ajo do të thotë që ishte e mirë planifikuar për të krijuar destabilitet në zonën e Veriut dhe që pastaj të përshkallëzonte situatën deri në një
po themi përçarje të gjithë pjesës veriut, duke destabilizuar totalisht gjithë Kosovën. Po edhe ajo pak përpjekje në qoftë, po them, sa i dakon një marrëveshjeje të mundshme, e cila sido që ti ishte për Kosovën do të ishte penalizuese, po dhe ajo pak përpjekje u minua, mendoj unë, nga akti terrorist, nga sulmi terrorist i Banjskës. Edhe problemi është që sa i takon Bashkimit Evropian, sado që me gjysmëzëri diplomatët evropian kanë kërkuar që Serbia të mbajë përgjegjësi me gjysmëzëri gjithmonë, duket që Serbia pozita diplomatike për shumë arsye që nuk është momenti ti përmendim tani, i ka të forta dhe presioni ka vazhduar të bjerë sërish mbi Kosovën. Sërish në një mënyrë shumë të panatyrshme dhe edhe të padrejtë, do të thoja. Pra me gjitha të akt terrorist, ti vazhdon si Bashkimi Evropian të ushtrosh presion mbi Kosovën, që Kosova të përmbush detyrimet e dialogut për arritjen e marrëveshjes. Pyetja lind, mirë Kosova, po Serbia nuk ka ndonjë detyrim? Qartë. Mirë, do të rikthehemi tashmë sërish tek Serbia, ku është ndjerë e kërcënuar për asaj përket e Turqisë, e cila ka ndihmuar në pajisjen e forcave të sigurisë së Kosovës me dron kamikaze, e cila ka shkaktuar sigurisht për reagime të ashpra në Beograd. Dhe ne diskutuam edhe emisionin e kaluar. Apo ndryshon Turqia ekuilibrin e forcave në rajon me këtë lëvizje dhe a mund të shihet kjo pra si një fillim i aleancave të re ushtarake në Ballkan? Tani Turqia sigurisht që ka një efekt strategjik në ndihmën me dron Bayraktar që i ka ofruar Kosovës, po sa i takon Serbisë dhe presidentit Vučić konkretisht, ne e dim që politika e tij e jashtme mbështetet po themi mbi këtë ligjërimin me ankesa. Pra ai ankohet shpesh se po i bëhet padrejtësi nga njëra palë ose nga palë tjetër, kështu që nuk është se përbën lajm reagimi Vučić, ai e ka shumë të zakonshme këtë gjë. Nga ana tjetër, ndihma e Turqisë patjetër që e forcon kapacitetin ushtarak mbrojtës të Kosovës dhe patjetër që i dërgon sinjal Serbisë gjithmonë në raport me mbrojtjen e Kosovës. Patjetër që Turqia e ka për detyrë edhe në kuadër të NATO-s që të jetë partner në mbrojtjen e Kosovës së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po kjo nuk është e re, sepse një pjesë e madhe e forcave të KFOR-it që gjenden në veri janë forca turke. Tani nuk e di nëse janë shumica apo jo, po një pjesë e konsiderueshme janë forca turke. Tani nuk e di se sa ky zhvillim, po them, futet si pyk në mes të lidhjes që ka Beogradi me Moskën, sepse nuk besoj që mund të flasim ende për një aleancë të mirë strukturuar apo të mirë formuar ushtarake, po themi, por për një bashkëpunim strategjik që mundet që ta fusë Kosovën në orbitën e, po themi, sigurisë turko-perëndimore në kuadër të NATO-s. Qartë, mirë, ndjekim një insert për të kuptuar më shumë se çfarë ka ndodhur dhe më pas rikthehemi. Politologu dhe analisti nga Bosnia dhe Hercegovina, Jasmin Mujanović, ka deklaruar se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar, pasi sipas tij, pa një ndryshim të qeverisë në Beograd, nuk mund të ketë rifillim të dialogut diplomatik. Mujanović përmes një postimi në rrjetin social X e ka quajtur raportin aktual mes Kosovës dhe Serbisë si një luftë të ftohtë. Ai gjithashtu ka komentuar dhe reagimet e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić pas blerjes së dronëve Skinager nga Kosova. Dialogu Kosovë-Serbi ka përfunduar dhe ka kohë që ka përfunduar. Kapitulli i tij i fundit u shkrua nga operacioni paramilitar i Beogradit në Banjsk. Reagimet e Vučić ndaj blerjes së dronëve nga Kosova janë thjesht një pranim i irrituar se situata e sigurisë në terren nuk është më nën kontrollin e tij. Mira dron luftarak kamikaz të mërkurën kanë mbritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, për përdorimin e të cilëve 10 ushtarak të FKS-s do trajtohen. Pas arritjes së këtyre dronëve, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kritikuar Turqinë duke thënë se është i tmerruar nga sjellja e këtij vendi dhe ka konsideruar se Turqia ka shkelur Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe sipas tij dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk do stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe është duke ndëruar sërish për ngjallje të perandorisë osmane. Serbia vërtet është një shtet i vogël, por ne i kuptojmë synimet e tyre reale, ka deklaruar Vučić. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera, kemi të ftuar avokatin Ardian Bayraktari. Avokat, ju përshëndesim. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi kemi me ne.
Avokat, për ta nisur me insertin që dëgjuam së bashku, pra ashtu si e tha, mira dron kamikaz kanë mbërritur në Kosovë, ndërkohë që nga ana tjetër FSK-ja po kalon dhe një fazë të re të modernizimit me mbështetje turke. Ju si e shihni, çfarë sinjali dërgon pra kjo blerje për balancën ushtarake në rajon dhe a mund të ndryshojë sigurisht dhe doktrinën e mbrojtjes së Kosovës? Natyrisht, faktin që Forca e Sigurisë së Kosovës si një ushtri e ndërtuar në partneritet dhe në koordinim të vazhdueshëm me vendet aleate dhe mike të Kosovës, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj edhe vendet tjera përfshirë edhe Turqinë, dhe në këtë drejtim besoj që është komplet në pajtim me dinamiken dhe në drejtim të konsolidimit gjithnjë edhe më shumë të kësaj force e cila natyrisht që tashmë ka edhe ndryshim të statusit duke u shndruar në forcë mbrojtëse, ndryshe nga që ka qenë paraprakisht, prandaj vlerësoj që forcimi i të njëjtës në kapacitete mbrojtëse nuk duhet t'i frigohet askush nga vendet e rajonit, sepse në instancë e fundit është brenda parametrave të paracaktuar të vendosur, siç e thash, nga ana e institucioneve të vendit tonë në partneritet të ngushtë me NATO dhe me specifikisht me vendet tona mike, përfshirë edhe Turqinë, e cila është njëra prej vendeve të cilat në vazhdimsi e ka mbështet konsolidimin e kësaj force, përkatësisht ushtrisë së Kosovës. Qartë. Ndërkaq, avokat, Serbia e ka cilësuar këtë furnizim pra si një shkelje të rezolutës 1244 dhe si një kërcënim për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Pyetja është se a ka ende peshë juridike kjo rezolutë pra 1244 në realitetin aktual të sigurisë në Kosovë? Natyrisht, rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është një dokument i cili gjithnjë më shumë quhet, le të themi në jargon juridik, janë disa dokumente të cilat njihen si dokumente të vdekura për faktin se ka ndryshim të rrethanave, ka ndryshim të gjendjes në Kosovë. Kemi tashmë shtetin e Kosovës si shtet të pavarur të konfirmuar edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Megjithatë, në disa prej parametrave me theks veçantë sa i përket çështjes së KFOR-it, sa i përket çështjes së prezencës për fat jo të mirë dhe të unmikut akoma, sepse në instancë të fundit kjo prezencë është absolutisht e panevojshme për unmikun. Mirë, po megjithatë në bindjen time nuk ka absolutisht asgjë të bëjë me cënimin e sigurisë në nivel të rajonit. Madje e vlerësoj që është saktësisht e kundërta. Domethënë, forcimi i kapaciteteve me theks veçantë i forcës së sigurisë së Kosovës është burim i një qëndrueshmërie të vazhdueshme dhe gjithnjë në rritje të paqes dhe ndërtimit të një aleance me theks veçantë me shtetet perëndimore, siç e thash. Qartë, zoti Bayraktari, nëse do të vëmë re që në të dy anët e kufirit kemi, po themi, rritje, po themi, të aktivitetit ushtarak apo të armatimit dhe me retorikës gjithashtu si nga ana e Serbisë, që patjetër është shkaktari, po themi, këtyre rritjes së tensioneve, po edhe nga ana e Kosovës si kundërpërgjigje për mbrojtje. A jemi në një fazë të re të balancimit të armatimeve mes Kosovës dhe Serbisë? Vlerësoj që për aq kohë sa në Kosovë qëndron KFOR-i, në bindjen time s'ka absolutisht arsye dhe rrethana për me u brengos për sa i përket çështjes së sigurisë. Megjithatë, ndërtimi, avancimi dhe forcimi i kapaciteteve mbrojtëse të ushtrisë së Kosovës, të forcës së sigurisë së Kosovës, gjithnjë dhe në vazhdimsi në koordinim me këto vende, në bindjen time është para së gjithash dhe në radhë parë duhet me u kuptu si një tentativë, një synim, një qëllim i qartë institucioneve të vendit për me forcu këtë mekanizëm mbrojtës, i cili natyrisht që do të jetë në gjendje të bëjë ballë çfarëdo sulmi në rast se eventualisht do të ketë ndryshim të rrethanave, për të cilat herë nuk vlerësoj që ka nevojë për intervenime, për aq kohë sa siç e thash, kemi prezent forcat e NATO-s përkatësisht KFOR-in. Megjithatë, ky forcim për aq kohë sa pra bëhet në koordinim me këta aleat, është natyrisht jashtëzakonisht i mirëseardhur dhe kështu besoj që do të vazhdoj edhe në muajt, përkatësisht vitet në vazhdim, sepse është në instancë e fundit në
partneritet, por mbi gjitha është në linjë edhe me strategjinë për sa i përket çështjes së sigurisë dhe forcimit të kapaciteteve, e cila natyrisht është hartuar, është miratuar dhe është në implementim e sipër në partneritet të ngushtë me këto vende. Avokat, nga një ran kemi perëndimi i cili duket pra sikur përpiqet të ruajë qetësinë, dhe nga ana tjetër kemi edhe Rusinë e cila po mbështet hapur Serbinë sigurisht në arenën diplomatike dhe atë propagandistike. Pyetja mbetet nëse a mundet pra të përdoret tensioni mes Kosovës edhe Serbisë si një front paralel i Moskës për ta zhvendosur kështu pra vëmendjen edhe nga Ukraina. Natyrisht që institucionet tona duhet me qenë të vëmendshme, por mbi gjitha është e rëndësishme që çdo veprim të bëhet në koordinim, sepse në sonë si funit involvimi i qarqeve të tilla nënkupton përtej kapaciteteve që ka Kosova. Prandaj në bindjen time edhe kaluara edhe tashme, por fatmirësisht edhe ardhmja, është shumë e rëndësishme që të kemi një koordinim, një partneritet, një bashkëveprim me këto vende, e kurdo që ndodh kështu, historikisht vendet tona i kanë pas, le të themi, punët mirë kur veprimet i kanë koordinu me vendet mike të cilat e kanë mbështet rrugtimin e Kosovës deri në këtë stad. Prandaj e themi që në kryet edhe se institucionet tona me efekt veçantë ato politike duhet me qenë më të vëmendshme në raport me veprimet që i ndërmarrin qoftë në pjesën veriore, qoftë kudo tjetër, sepse në sonë të funit çfarëdo veprimi cili mund të rezultonte me cënim të sigurisë e pastaj mund të rezultojë edhe me kushtimisht me thënë vendin përgjegjës ose fajtor vendit tonë, kjo nuk besoj që është në të mirën e vendit. Prandaj gjithçka është e mundshme, do të thënë përjashtohet një mundësi e tillë që siç e thatë, mirë po megjithatë këtu e kemi KFOR-in, e kemi prezencën e fuqishme ndërkombëtare, natyrisht për aq kohë sa këta janë këtu, besoj që Serbia është ballafaqur me aleancën më të fuqishme me NATO-n dhe e ka pa që në raport me të tilla për herë do të dalë humbës, prandaj vlerësoj që është kryesisht një retorikë e cila në hera herës përdoret si nxitse për ngjalljen ose avancimin e nacionalizmit i cili natyrisht është në doza të theksume për fat jo të mirë në fqin tonë verior, mirë po nuk besoj që mund të ketë veprime për tej. Natyrisht vazhdon akoma me qenë e brisht situata e sigurisë në pjesën veriore, mirë po megjithatë vlerësoj që institucionet tona të zbatimit të ligjit janë mjaftueshëm të përgatitura dhe të vëmendshme që për ta parandaluar dhe për të vepruar konform përgjegjësive që kanë çfarëdo situate të tillë. Me qënë se jemi pikërisht të këto aleancat, zoti Bayraktari, nuk e di nëse kemi në Ballkan kristalizimin gradualisht, por themi të ndarjes të dy bloqe strategjike, një pro-perëndimor, ku bëjmë pjesë, po themi ne shqiptarët, dhe nga ana tjetër një pro-rus apo edhe kinez, nëse i takon investimeve strategjike të Kinës. Kjo vrehet një tendencë, është shumë e qartë, me thekë veçantë siç e përmenda çështja e Serbisë, ajo akoma vazhdon të luajë me këto dy, le të themi, karta në mes të perëndimit dhe Rusisë. Mirë po, kur po flas ne, po nën kuptoj Kosova, Shqipëria edhe vende